komunikimin me të e doni po kaq shumë. Duke e ditur këtë, ajo vjen në ekranin e ATV-s me një emision të ri çdo ditë, përmes të cilit ju do të mund të kontaktoni me të, t'i tregoni çdo gjë, e përpos komunikimit me juve si shikues, do të ketë edhe plot gjëra të tjera të cilat do t'i përmbajë ky emision i ri që do të futet nga e hëna në skemën programore të ATV-s. Bëhet fjalë për Kaltrina Mikushnicën. E bukura Kaltrin. Kënaqësi me të prit. Gjithashtu. Faleminderit shumë. Hajde. Klash me shijuat ecjen se Kish marrë malli për këtë vend, për këtë studio. Sa bukur po dukesh. Faleminderit edhe ti për herë e bukur, për herë shumë e qeshun. Çka ta bën gjithë këtë energji Kaltrin? Dhe në fakt, me qenë korrekt edhe me shikuesit, sepse ata të njohin ty prej vitesh tashmë në ekran, ti e kështu edhe jashtë kamerës. Pra, je po e njëjta Kaltrin, e qeshur edhe energjike. Faleminderit shumë. Prej nga të buron, pra, a ke qenë për herë kështu? Nuk është që mund është me pas një ditë ma të keqë në botë edhe pse jo një buzëqeshje edhe besoj që ajo është në gjitëse edhe pas asaj vjen e dyta, e treta, kështu njëri fillon e buzëqesh gjatë gjithë ditës, me qenë se punoj vazhdimisht me vetën, sa i përket jam pak ma spirituale, edhe mendoj që njeriu do të kapet gjithmonë pas ngjarje pozitive. Truri është i prirur çdo herë ti mendoj ngjarjet negative në jetë, po besoj gjithë secili, sidomos na që jemi fëmijë, të cilët e kemi përjetuar luftën, i kujtojmë sigurisht jo rrallë herë. Prandaj mundohem si të çona në mëngjes, i kom do papuçe të shtrati aty, edhe i mathi papuçe, thomë o Zot, çfarë dite mirë, faleminderit shumë që edhe sot ma ke jap një mundësi me jetu edhe me shiu jetën, edhe kena fat gjithë secili prej neve që çdo ditë zgjohemi edhe kemi shëndetin mirë edhe mundemi me jetë, mi kry punë tona me jetu jetën. Pra, mirënjohjen e ke kështu prej virtyteve ma kryesore. Po diçka edhe të bën nervoz, s'ka mundësi. Çka më bën nervoz ma shumë, kur gjatë një dite, qes punë vetës